Janë çfarë do të rregulloni ju, zoti Kurti? Po ta zëm. A dini ju që Serbia e ka vjedh dokumentacionin katastral në Kosovë? Ne kemi filluar ta krijojmë nga e para. Bashkimi Evropian ka dhënë 2 milion euro për ta digitalizuar katastrin. Serbia nuk ka pranuar që të na jap për shembull katastrin origjinal, por s'po na jep as kopjen. Veç po e tregoj një element të vogël. Po shumë i vogël. Problemet profesore. Ama ne kemi gjetë Kosovën në podrum. Që tash është në katë parë, ti po thup se s'është në katë tretë. Jo, veç po ju. Po jo, pa kupton, podrum e ku morë. Kërkoj përgjithësi. Po në podrum e ku morë, veç diçka, podrum gjys metri ujë aty. A kupton? Gjys metri ujë, podrum ti po thup se s'jam katë Mos tretë. jeni të mush ujë ende, zoti. Jo, s'jam të mush ujë. Ja, Se çështja është që unë po ju them që 75%. Kjo akuzë është ferr. Unë nuk shquhem fort për akuza, por mos kam me mush një ende, qysh mos me mushin podrumin. Po më tregoni pra si shpjegohet se ju vet e keni kritikuar për një kohë të gjatë që i gjitha investimet nga jashtë po fokusohen në patundshmëri. Pse po ndodhe njëjta gjë? Mos po shpërlahen parat prapë në sektorin e ndërtimit, mos po bëhet e njëjta gjë që ka ndodhur praktik jo vetëm në vendin tonë, edhe në Shqipëri, edhe në disa vende tjera. Unë besoj që këtë kur ta bëjmë byroun për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, kena me marrë vesh shumë gjëra nëse po bëhet shpërlarje e parave. Këtë ta shohim. Prandaj byroja është shumë e rëndësishme dhe bloku opozitar e ka tmerr. E ka maks. Po ka kaluar, zoti Kurti, ajo gjë tash është ka përfunduar. Tash do të vije zbatimi dhe do të shohim kujt nuk i përputhen të ordrat me pasurinë që ka. Por edhe diçka. Aty do bëhet vetëm verifikim, se e kam parë ligjin. Ndoshta ja vlen ta përmendim edhe këtë. Që pse po blen diaspora kaq shumë banesa këtu? Na shtatojnë më kthy, për shembull. Po kanë blerë gjithë. Jo, është tashin shumë më shumë të blej, është ashtu. Edhe më shumë, është dyfishu investimet ujet. Po ndërtohet më shumë. Po veç, janë investu, po nuk ndërtohet pa pas parë në fillim. Po veç, më ndërtu pa parë. Po veç fokusimi vetëm në banesa. Po them që është mirë. Është esencialisht kundër asaj që ju. Veç një moment, edhe një herë po them. Ne do të investojmë fabrika në mandatin e ardhshëm, 4 vjeçar, 1 miliard euro, garanci për kredi investive që ka me marr biznesi privat në Kosovë për prodhimtari. 1 miliard euro. Shteti do të jetë bankë. Shteti do të jetë hipotek, prej bankës zhvillimore deri te garancitë kreditore. Pra, kjo do ta ndryshoj relievin ekonomik të Kosovës dhe dritarja për investimet e diasporës, enkas 100 milion euro. Kërkush s'ka me pas nevojë më me lanë hipotek, tokën e gjyshit apo veturën e vetë që e ka. Që të gjitha këto do t'i merr përsipër shteti si garant. Kjo ka me ndryshim. Bankën zhvillimore ju e keni përmendur prej vitit 2021. Edhe shumë çka tjetër, zoti Kurti. Për shembull, bankën zhvillimore nuk e kemi as gjikundi. Po edhe fondin se vran se keni as gjikundi, sepse është halon gjykatës kushtetuese. A dini që i bën edhe pak 900 ditë. 900 ditë nuk na ka dhënë përgjigje gjykata kushtetuese. A keni organizuar në emision pse gjykata kushtetuese 900 ditë nuk përgjigjet për fondin? Për një dy e mbaj